si talent? Nëse ki fatin ta kesh pak si dhunti, a zhvillohet edhe mësohet me lehtë. Por të qëndrosh me atë se e kam dhunti edhe ditë komunikoj, nuk jam ati mendimi. Komunikimi gjithherë mësohet. Po, dhe sa i përket, sepse ju keni qenë edhe në vendet tjera, keni parë, sa dallon, ku qëndron Kosova realisht në vendet e tjera në këtë pjesën e komunikimit, zonja Atifete? Po, si fillim, transparenca ka qenë e para që unë e kom vrejtë dhe kom bë dallim. Që në Belgjikë, për shembull, vendi ku unë kom jetu, çdo gjë ka qenë transparente, pa kur farë frige. E ke tregu paftësinë tënde, ke tregu gepet e tua, e ke tregu pa kur farë kompleksi. Do me thonë, ai ka qenë dallimi. Mas prioritetet në komunikim, për shembull, ka qenë shumë dallim i madh. Sepse s'kem ditë në Kosovë, unë po flasë për veten, nuk kemi ditë që t'i sjellim në tavolin prioritetet. Kemi fillu një komunikim që s'ka sjell askund. Kështu që prapë them është një proces që duhet mësohet që ta quajsh në fund të ditës komunikim